U kapën me armë në 6 të Sarandës, 2 lija në burg e 3 në shtëpi. Është zhvilluar seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj 5 personave të arrestuar mbrëmjen e së hënës në fshatin 6 të Sarandës me 2 armë zjarri pistolet. Paragjyqtari Mexhi Doço dolën 26 vjeçari Alfred Kaja dhe 33 vjeçari Sidorel Moriseni, të dyshuar për armbajtje pa leje, si dhe 21 vjeçari Vitrin Hoxha, 22 vjeçari Franco Bobia dhe 31 vjeçari Vionis Poka, të dyshuar për moskallëzim i krimit. Dy të parët u kapën në flagrancë nga policia duke poseduar 2 armë zjarri pistolete, njëra prej të cilave me silenciator, ndërsa 3 të tjerët i shoqëronin ata. Pavarësisht se u dyshua se ata mund të kryenin ndonjë ngjarje kriminale, këto dyshime kanë rënë pasi policia nuk u gjeti atyre as maska, as doreza, as lëndjekse, ndërkohë që dhe automjetet që lëviznin ishin me dokumentacion me targa të rregullta. Edhe dëshmitë e tyre para grupit hetimor, po ashtu edhe para gjykatës, qëndronin larg dyshimeve për të kryer vrasje. Burimet bëjnë me dije se 5 të rinj, të cilët nuk kanë precedent të theksuar, por mund të jenë konsumator lëndësh narkotike, mund të jenë të përfshirë në një aferë të shitjes së armëve të zjarrit. Të rinjt janë kryesisht banorë të fshatrave të Tiranës e Rogozhinës. Pas vlerësimit të arrestit në flagrancë, gjyqtari Mexhi Doçi caktoi masën e sigurimit të arrest me burg për Alfred Kajën dhe Sidorel Morisenin, si dhe arrest në shtëpi për Vitrin Hoxhën, Franco Bobia dhe Vionis Poka.